Unë jam sot këtu për të rikujtuar dhe për të para jush përsëri takimin famëzi të Arubas, që u bë midis qeveritarëve shqiptar dhe grupeve të fuqishme të narkosit shqiptar dhe ndërkombëtar. Tashmë, ky takim nuk është vetëm kronik e mediave shqiptare, nuk është vetëm denoncim i Sali Berishës, i cili në atë kohë po të bërni një check-up të kronikave tuaja, të lajmeve, i kam shtruar drejt për drejt pyetjen Edi Ramës, ke marrë pjesë ti në takimin e Arubas apo nuk ke marrë? Takimi i Arubas, sipas interceptimeve, tani nuk kemi më hamendje, sipas interceptimeve të antimafjes italiane, të publikuara në një libër që ka dalë këto ditë, është zhvilluar me datën 19 janar të vitit 2019. Një grup ministra bashkëpunëtor të narkoterrorizmit ndërkombëtar kanë udhëtuar me një charter në Aruba, që është një nga zonat më të hapura, më të lira të botës, protektorat i Mbretërisë së Hollandës, interceptimet për arsyra ta themi politike, ndonë se i kanë emër për emër pjesëmarrësit qeveritar në takim, nuk janë bërë publike, por autori nuk ka më asnjë dyshim se kanë qenë ministra, zyrtar të lartë të qeverisë e Edi Ramës dhe në mundësinë më të madhe vetë Edi Rama. Në një takim famëzi, ku është diskutuar për Syrin dhe Malin e Tiranës, për kullat dhe stërkullat e Tiranës, sipas interceptimeve të sakta të antimafjes italiane. Këto interceptime disponohen dhe nga disa agjensi të tjera të vendeve partnere. Belgjika, Mbretëria e Hollandës dhe agjensi të tjera. Po unë citoj këto sepse kanë dalë në procese gjyqësore. Prandaj dhe i citoj, nuk jam i autorizuar të citoj
agjensi që nuk kanë bërë njoftim se disponojnë dosjen Aruba. Pra, si që shifni, ne kemi një kryeministër dhe një kabinet që është bashkëpunëtori ngushtë i atyre që sot janë shpallur organizata terroriste, narkoterroriste ndërkombëtare. Edi Rama dhe ministrat e tij janë të vetmit në Europë, janë të njëjtë me ata të Venezuelës, me Maduron, të cilët kanë bashkëpunim të ngushtë me organizatat narkoterroriste të drogës. Për shqiptar dhe qytetar shqiptar kjo është një mënyrë. Kur organizatat terroriste, narkoterroriste, detyrojnë ministrat dhe me përqindjen më të lartë vetë Edi Ramën, i cili se mohon dot se nuk ka qenë në Aruba, i kam shtruar pyetjen disa herë në parlament dhe nuk kanë mohu asnjëherë udhëtimin e tij në Aruba. Pra, shqiptarët kanë në krye një organizatë kriminale me mandate parlamenti, me dekrete presidenciale për ministra, por që zhvillojnë takime me organizatat narkoterroriste të Amerikës Latine. Kjo është një lajm për të cilin Partia Demokratike do bëjë gjithçka. Do kërkoj nga vendet partnerë dosjen Aruba ne do ta dërgojmë në të gjitha institucionet ndërkombëtare dhe vendet partnere. Edi Rama ka mbrojtësit e tij në aktivitetin e tij narkoterrorist, jo vetëm shqiptar, por dhe ndërkombëtar. Por kjo në mënyrë absolute. Vetëm sa na imponon ne të jemi më këmbgulës në përballjen me këtë veprimtari të tmerrshme kriminale, e cila pasqyrohet në dy drejtime themelore: në shtrimin e zgjedhjeve në farsë elektorale, në shkatrimin e euros dhe ekonomisë shqiptare, eksporteve, zëvendësimin e saj me narko-euro dhe kullat e drogës dhe të korrupsionit. Pra, shkrimi botur në këtë libër, që ka dalë këto ditë në Romë, qartëson se marrëveshja ishte për syrin apo malin e Tiranës. Të kesh në kryet ekzekutivit një kriminal si ky, që bën marrëveshje me organizata terroriste, dëshmon se ky është një sklav i tyre. Ky është njeri i rrezikshëm,
çdo minutë, çdo orë, çdo ditë që qëndron në pushtet jo vetëm për Shqipërinë, por për rajonin, për Europën dhe botën. A ka lidhje anullimi vizitës tij në Shtetet Bashkuara me këto lidhje? Nuk e di. Nuk mund të them. Por ajo që mund të them është se Edi Rama pas Maduros sot është i vetmi kryeminist i dokumentuar me lidhje direkte me organizatat narkoterroriste shqiptare dhe botërore. Kryefjalë është Aruba. Më fale, tani që zonja Malu, unë do u përgjigjem zonjë, por ama të shpallim kryefjalë në mos shpallim kryefjalë dhe kryedram në një moment kur paraqiten interceptime, jo më hipoteza, por regjistrime telefonike, që qeveritarët të këtij vendi shkojnë me charter, fluturojnë 13.000 milje nga Tirana për të takuar me përfaqësuesit e klaneve kriminale, dhe tashmë kjo nuk është kronik e gazetave apo e portaleve të vendit, por është dosje e antimafjes italiane, e cila, thot autori, fshihet në thellësit më të mëdha, politike shehja, pa diskutim. Por autori thot, ndodhet edhe në shërbime tjera. Unë u bëj thirrje. I bëj thirrje Aleancës Atlantikut Veriut. Të ndalet sepse një kryeministër një vendi antar që vend qeverin dispozicion dhe negocion me grupet terroriste, narkoterroriste ndërkombëtar është rrezik për NATO-n. Unë i bëj thirrje Komisionit Evropian, Parlamentit Evropian, me urgjencë të marrin dosjen Aruba, sepse aty qëndron çelësi i të gjithë veprimtarisë kriminale të Edi Ramës dhe organizatës që ai kryeson. Sepse aty qëndron mekanizmi, zbulohet mekanizmi, si u ndërtuar narkoshteti i parë dhe i vetëm në Shqipëri, në Europë. Prandaj ju lutem, nuk mund të ketë kryefjalë, nuk mund të ketë çështje më madhore. A imagjinoni ju që po të mos ishte kontroll mbi mediat, kontrolli qeveritar mbi mediat, sot të gjitha mediat e vendit do të ishin hapur me germa kapitale. Edi Rama bashkëpunëtori i organizatave terroriste. Ku janë këta tituj? Dhe unë detyrohem të vi pikërisht për të kundërvur censurës të mërshme të qeverisë ndaj këtyre lajmeve. A përbën lajm kjo? Imagjinoni, kryeministri dhe qeveria akuzohen kanë udhëtuar 13.000 kilometra në Aruba, përtej Venezuelës, deri Venezuelës, për të takuar me thuhet me klanet më të rrezikshme të drogës të Shqipërisë, Europës dhe botës. A ishin, ti mund të më thuash mua pse nuk, a ishin në avion edhe Toplin, Çelaj, Çopja me radhë, ato nuk i di, po aty thot ministra, thot qeveritar,
thot nuk dihet nëse ishte apo Rama. Në gjo, kur ai e shton suspekt, unë ju garantoj që e kam pyet datër disa herë Ramën, edhe në parlament. Qo dhe thuaj, ke qenë në Aruba apo nuk ke qenë? A ju kujtohet ju, më falni, një status, një denoncim në Facebook timin, kur e paraqet Ramën në Amsterdam, në aeroport në Rotterdamit, aeroport në Amsterdamit, i rrethuar nga policë vetëm, casual, po, e ke një status, udhëtimi më mistik, a u nis me atë rast Rama në Aruba apo jo, unë nuk mund të them. Po kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet, prandaj unë dal këtu për të thënë të vërtetat të cilat tjerë t'i fshehi. Thash, sot mediat, po të mbronin interesin publik të shqiptarëve do të kishin kryetituj. Edi Rama i lidhur me organizatat narkoterrorizmin ndërkombëtar, shqiptar ndërkombëtar.